Përshëndetje të shikues të nderuar, jeni edhe me një edicion të emisionit On Time këtu në televizionin Koha. Po lëm pas edhe një javë të mbushur përplot me zhvillime politike ku spikasin rikonstruimi i qeverisë, 2 vjetori i qeverisë Vamaros na blen. Një javë të mbushur përplot me përplasje ndërmjet partive politike shqiptare se kush çka ka bërë në 24 vjet e dikush sa ka bërë për 24 muaj. Për të gjitha këto zhvillime, sonte do të flasim me profesorin universitar Qani Nui, mirëserë Qani. Mirësugjet, faleminderit për ftesën. Dhe me analistin politik Florian Nesimi, mirëserë. Faleminderit për ftesën. Florian, e përmendëm rikonstruimin e qeverisë. Si e vlerëson këtë rikonstruim? Zakonisht kur bëhen rikonstruimet e qeverisë dalin në skenë zëra për shenja krize në koalicionin qeveritar, por kryeministri tha se bëhet fjalë edhe për energji të re në atë që quhet pjesa e dytë e një ndeshje futbollistike. Tani vetë kryeministri Mickovski ka deklaruar se bëhet fjalë vetëm për një rifreskim të kabinetit qeveritar, për shkak se ka kaluar gjysma e mandatit, 2 vitet e para, dhe tani, siç e thatë ju me zhargonin e futbollit, futemi në pjesën e dytë të futbollit, ku duhet të futen edhe emra të ri. Mirë, po nga ana tjetër e shohim se opozita, posaçërisht opozita maqedonase, thekson se me këtë rikonstruim përpiqet që të tërhiqet vëmendja nga ndonjë krizë politike në të cilën ndodhet Maqedonia, posaçërisht ato e përmendin çështjen e buxhetit, kinse buxheti i shtetit nuk ka para, por gjithsesi mendoj se hyrja në borxhe të reja po, edhe rebalansi i buxhetit që u bë, por gjithsesi mendoj se rikonstruimi nuk bëhet pa ndonjë arsye. Edhe arsye mendoj se për rikonstruim kemi edhe te bloku maqedonas edhe te bloku shqiptar. Mendoj se VMRO ka piketuar Ministrinë e Shëndetësisë për arsye të tjera dhe arsye tjetër është edhe Ministri i Drejtësisë Filkov, sepse në të kaluarën kemi parë disa përplasje ndërmjet disa protagonistëve të VMRO, siç është rasti i Miloshovskit me Ministrin Filkov, dhe këtu posaçërisht bën pjesë edhe kjo tentativa e Vlenit që të merr Ministrinë e Drejtësisë për shkak të gjithë atij problemi që e dim me provimin e jurisprudencës, ndërsa nevojë për rikonstruim posaçërisht kemi pasur edhe te bloku shqiptar. Siç e dim, 2 ministra kemi patur një situatë pak mos ta quaj kështu absurde, por konfuze ose jo logjike, për shkak se 2 ministra të cilët ishin të emëruar nga Vleni, shumë shpejt u larguan nga Vleni, si që ishin Arben Fetaj dhe Fatmir Limani, dhe në këtë aspekt mendoj se Vleni ka qenë mangut në kabinetin qeveritar, dhe gjithsesi atyre ky rikonstruim u ka ardhur shumë mirë, plus kësaj Vleni momentalisht ka 5 ministri, ndërsa me rikonstruimin do të merr 6 ministri. Ajo që është, ta them pozitive, është Ministria e Drejtësisë, për shkak se të gjithë e dim atë problemin të cilën e kanë studentët e drejtësisë me dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, dhe ne vetëm mund të shpresojmë se Ministri i ri i Drejtësisë do të qaset më seriozisht kësaj teme dhe besoj se shumë shpejt do të kemi një zgjidhje. Pastaj është edhe kjo çështja e Ministrisë së Kulturës, tek e cila e dim nëse shumë shkrimtarë dhe artistë shqiptar kanë shumë nevojë që projektet e tyre të financohen nga buxheti i shtetit, por gjithsesi mendoj se është një rikonstruim që ndodh në gjysmën e mandatit dhe mendoj se është i mirëseardhur. Zoti Nui, si vlerësoni ju këtë rikonstruim qeveritar? Mickovski në disa paraqitje publike madje i qortoi edhe funksionarët edhe ministrat se nuk qëndrojnë pranë popullit, duhet një energji të reja. Kishte nevojë qeveria për një energji të re? Besoj se nuk është diçka e jashtëzakonshme, është pas një rrugtimi 2 vjeçar, që është në mes të mandatit të parapar, mandatit të parapar 4 vjeçar. Mendoj se partitë kanë bërë llogaritë veta, kalkulimet e veta, veçanërisht partia më e madhe e koalicionit DPMN, që mendon se pra nuk janë vetëm emra në pyetje, po janë edhe resorot e ministrive, që do të thotë është në pyetje buxhet. Janë buxhetet me të cilat disponojnë ministrit, janë edhe ndikimet politike, do të thonë, pasi ministrit thjesht nuk mund të shihen si njësi administrative, po si diçka që si organet e administratës supreme në shtet, që krijojnë edhe politika. Ashtu që besoj se këtu ka
deri diku edhe kalkulime po zgjidhet e mundshme të parakohshme, pasi vetë fakti se Po ajo do të ishte nëse kishte rikonstruim kozmetik, 2-3 ministrim, këtu më duket se është bërë rikonstruimi 1/3 së kabinetit qeveritar, kjo I bie se qeveri e re, vendi nuk përgatitet për në zgjedhje të parakohshme, mendoj. Shiqëri, pozicionin cilën ndodhet vëmëro Dokuneja, prej ditës që ka marrë mandatin 8 maj 2024, besoni asnjëherë unë për vete nuk habitem nëse çdo moment për një javë ndodh shpallja e zgjedhjeve të parakohshme. Për arsye se erdh me 3 kërkesa kryesore. Do të thonë, revidimi I marrëveshjes Prespës, revidimi I protokolleve me Bullgarinë, edhe revidimi I marrëveshjes Ohrit. Këto ishin kërkesa kyçe. Moti ishte të kthejmë shtetin. Ku e kishin shtetin që e kthy? E dyta, është me një premtim shumë të rëndë, shumë ambicios, që nuk du të ndryshojmë kushtetutën. Të thosh se nuk du të ndryshojmë kushtetutën, me gjuhë zakonshme të thotë se nuk duhet vazhdojnë proceset integruese dhe janë dalë. Është bërë screeningu I ligjeve edhe që aty ka mbet. Formalisht është mbajt mbledhja e parë e Komisionit Evropian me qeverinë e Maqedonisë Veriut, edhe më ato që nuk ka shkuar. Gjuhën diplomatike I vjen rruga e Maqedonisë së Veriut drejt Brukselit pa tjetër të kaloj përmes Sofia. E tash, të gjitha këto që I përmenda, jo rastësisht, jo për të kthyer mbas, marrëveshjen e Prespës fare nuk ka mund ta preke. As që do mundje ndonjëherë ta preke. Që thotë një premtim ra nuk mund ta realizoj. Një pjesë e votuesve më poshtë, 1%. E dyta, protokolli me Bullgari nuk ka shku para, por nuk ka shku as poshtë, se është agent integruese evropian, është kapitulli veçantë me Unionin Evropian. Të gjitha pikat e protokollit me Bullgari. Ajo që ka deri diku ka arrit, me lup I ka kërku, të marrëveshja e Ohrit, ato që kanë mbet ku ka zbrastira ligjore, edhe aty ka intervenu deri diku. Edhe këtë e ka bërë disa raste me sukses. Mirë po kjo nuk I garanton që ai të ketë reputacion edhe ratingu zgjedhjeve të ardhme ashtu si e ka pas zgjedhjet e kaluara të fundit. Prandaj dhe ju desh kjo rifreskim e para, e dyta është mundësia që ai para një kohë mbajti kongresin, tash ta konsolidojë edhe qeverinë. Pra e konsolidon edhe pozicionin e vet brenda. Edhe e treta odesh pak me bashkimin e koalicionit Vlen në Parti Vlen, odesh edhe kënde kjo pjesa shqiptare, përfaqësuesve shqiptar, të konsolidohet të shoh hesapet e veta ku I ka, edhe kemi një resort të ri, Ministrinë e Drejtësisë, që këto kanë pa interesin e vetë për arsye që I tha Floriani, edhe mendoj se ka një dakordësim të përgjithshëm aty për ndryshime kaq përfshirëse në qeveri. Një pyetje e thjeshtë, profesor, çka përfitojnë shqiptarët me këtë rikonstruim të qeverisë? Po shiqoni, tash zakonisht to janë zavendësime ministrash. Nuk kemi as ndryshim të programit qeveritar, nuk kemi as ndryshim të platformave të partive politike. Thjesht zavendësim të disa emra me disa emra tjerë, edhe marrje e një resori ashtu të ri. Nuk presu diçka spektakolare, por pres të zgjidhet çështja e provimit të jurisprudencës të studentëve, aty realisht pres. Edhe jo rastisht e kanë kërkuar Ministrinë e Drejtësisë. Ministria e Kulturës. Ministria e Kulturës tash shumë pak kemi pat ministra, ndoshta një në gjatë këtyre vite kemi pas në kohën e PPD-s, me sa më kujtohet mua, ministër ka qenë Ingjeri Shefaliu, ka qenë mandej zotnjari Fikmet Xhemaili profesori. Edhe tash është shumë pozitive. Po të shohim veprimet si do jenë, shiqoni, ministria është edhe buxhet. Realizimi I ideve, I programeve, I orientimi është edhe buxhet. Prandaj thash, ministria do të shihet jo vetëm si resor administrativ, po do të shihet edhe si potencial politik, do të shihet edhe si buxhet. Sa buxhet disponon ministria e caktuar për realizimin e ideve. Ne mund të kemi ide plot, nuk kemi buxhet për realizim. Pra, une përsi do kthehem ta, them se është një konsolidim, mbas konsolidimit partijak,
të di krahëve të qeverisë, edhe Maqedon, edhe shqiptar, erdhi rada konsolidimit të qeverisë. Mos u habitni, nëse del një ditë bukur, edhe thotë shkojmë në zgjedhje parakohshme parlamentare. Jo detyrimisht është kjo, po mund të ndodhë. Me thonë, për këtë arsye që i përmenda, se nuk mund, nëse e vlerëson si i shkon rejtingu të poshtë, për arsye që i përmenda, që ka darë zgjedhjet e kalume, zgjedhjet do kemi. Florian, çfarë në fakt me këtë rikonstruim përfitojnë shqiptarët? 6 ministri. Në fakt ne tani mund këtë pyetjen ta thjeshtojmë pak më tepër dhe themi se çka përfiton Vleri në fakt, se ato janë partneri që koalicion non me VMRO-n. Ato kanë fituar për shkak se më përpara kishin 5 ministri, ndërsa tani i kanë 6. Edhe për atyre 5, si që thash, veç edhe nuk i kishin. Mendoj se është shumë e rëndësishme edhe largimi i ministrit serb Stojkovići nga Ministria e marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve, megjithëse ai kalon në një ministri tjetër, Ministrinë për Qeverisje Lokale. Komunat. Po, mirë po, kjo Ministria e Sistemit Politik që ishte dhe marrëdhënie ndërmjet komuniteteve kishte një simbolik. Ajo ishte simbolika e sekretariatit të marrëveshjes sori që më vonë u transformua në ministri dhe pasi e kishte atë simbolik, besoj se është një lajm i mirë për të gjithë shqiptarët, do të jetë që ai më nuk do të jetë në atë ministri dhe ministri i jashtëm që do të jetë aty i emëruar me siguri se duhet mbajë më shumë llogari për posaçërisht të punësimi i shqiptarëve dhe të përfaqësimi, sepse ajo ministri në fakt më tepër vetëm me atë punë. Kur fletni kështu, zoti Nesimi, në fakt u bën dy goditje. U larguan 2 ministra që pengonin, ashtu të thënë, stojza shqiptarët edhe Filkovi. Dhe unë mendoj se nga ky rikonstruim partia që më shumë po përfiton është Vleni. Edhe përfiton sepse tani dy ministra të përfolur u larguan, edhe plus kësaj fiton edhe një ministri tepër, edhe ato kapacitetet e tyre, të quaj kapacitete administrative brenda kabinetit qeveritar do të jenë presot e tutje më të forta. Dhe pasi bëhet fjalë tani për pjesën e dytë të mandatit, për 2 vjetorin e fundit, mendoj se Vleni tani duhet me këto pozicione më të forta që i ka, mendoj se në raportet Karshi VMRO-s duhet tani të pozicionohet pak më tepër, pak më fort dhe të bëjë më shumë rezistencë. Nëse 2 vitet e para kanë qenë ato vitet kur VMRO-ja duhet të realizojë premtimet e veta, kur i premtonte popullit maqedonas se Maqedonia do të kthehet përsëri në duart e tyre, edhe këto 2 vitet e para VMRO-ja është dashur të dëshmojë qëndrimet e saj nacionaliste para popullit të vet, edhe Vleni ka qenë në pozitë më të vështirë. Mirë po besoj se në këtë periudhën e dytë, do me thonë të mandatit, mendoj se edhe VMRO-ja pak do të zbutet nga retorika nacionaliste, edhe Vleni do të hyjë tani pak më fort në këtë pjesën e dytë të mandatit, normalisht nëse shkon deri në fund. Sepse tani nëse kemi, megjithëse nuk mendoj se shumë shpejt mund të kemi zgjedhje të parakohshme për shkak se kësaj qeverie të rikonstruar, ku rikonstruohet 1/3 e kabinetit qeveritar, do t'i duhet një kohë shumë më gjatë për të vepruar. Dhe gjithsesi se kjo kohë do të jetë një kohë ku Vleni duhet të dëshmohet pak më tepër. Pak më tepër. Ne jemi lokalistë, do ne shpesh na dalin edhe frima lokalistin prej 6 ministrive, 4 janë nga Tetova. Pritet se kjo të reflektohet në pjesën elektoratin e Vlenit, që është në shtrim gjithandej nga Kubanova deri në Strup. Po, është e vërtet se tani nga 6 ministri, 4 do të jenë nga Tetova dhe 2 do të jenë nga Shkupi. Mirë po, unë mendoj se kjo është ndonjë rastësi që ka ndodhur kështu, nuk besoj se është bërë me ndonjë qëllim. Ashtu rastësisht ka ndodhur emra të tilla. Kemi pasur në të kaluarën kur për shembull Tetova ndoshta s'ka pasur asnjë, mirë po nuk besoj se është ndonjë çështje lokalizmi, mendoj se rastësisht ka ndodhur ashtu. Megjithse Tetova është tani, nuk duhet të mohohet se është një farë qytet i rezistencës, bile të opozita shqiptare të BDI-ja në fakt kritikohet për shkak se BDI-ja në kryesinë e saj të ngushtë, ku bën pjesë kryetari, sekretari gjeneral, 6 nënkryetarët edhe zëdhënësi i partisë, ka vetëm 1 nga Tetova, vetëm 1 nënkryetar. Edhe krejt persona tjerë nuk janë nga Tetova dhe kjo BDI-si është reflektuar në 2 zgjedhjet e fundit, edhe lokalet edhe parlamentaret. Pastaj duhet ta kemi parasysh se bëhet fjalë Maqedonia është ndarë në zona zgjedhore dhe njësia numër 6 është ajo cila jep prodhon më shumë deputet shqiptar, 15. Në rastin më të mirë edhe 16 deputet
shqiptarë zgjidhen në njësinë e 6 Kjo i zgjedhore, bie se përgatiten ku bën pjesë tetove dhe Gostivari. Tash ndoshta te Vleni i kanë bërë edhe këto kalkulime, ndoshta për të përforcuar më shumë atë qytet i cili prodhon më shumë deputet. Mirë po unë mendoj se duke parë kështu deklaratat ndryshme të liderëve, domethënë të Vlenit, nuk besoj se bëhet fjalë kështu për lider lokalist dhe ndoshta vetëm rastësisht ka ndodhur kështu që të jenë 4 nga tetove. Profesor, përmendi, si ju duket BDI-ja në opozit? Si ju duket veprimi politik në opozit? E kemi parë mbi 20 vjet në pushtet. Tani performanca si opozitar. Pas një periudhë të gjatë në pushtet, ato ndeshën me realitetin që do të kalu në opozit. Fillimisht e patën problem të adaptohen në opozit, por ma vonë e kuptuan se ajo është realiteti, tentuan të konsolidohen, aq shumë sa kom arrit, se nuk është se kom përzill shumë zhvillimet e mrenshme të partive, të asnjënës parti, por në vijat përgjithshme kanë bërë ndryshime, thonë se kanë bërë ndryshime mbi 70%, që do me thënë teren, struktura lokale poshtë. Edhe nalt ka më ndryshim, por pak ka shumë ka mbetet e figura që bukur gjatë kohë janë politik, ashtu që mendoj se kanë mund edhe ma tepër ma mirë gjindin opozit, sinqerisht e besoj, se kanë mund edhe ma tepër gjindin opozit, që jenë ma bindës, opozit, për të qenë opozit e sukseshme, zakonisht përcillen politikat e qeverisë. Edhe nëse dëshiron kritik më të mirë, se kritika ai që të kritikon bën edhe korrigjuesin. Më të mirë kritik se të kritikosh politikën qeveritare edhe të ofrosh opsion se kështu nuk bën, kështu do të jetë. Nuk ka. Me thonë, nuk mjafton për pikpamjen time, nuk mjafton thjesht të kritikohet, vetëm të kritikohet, po të ofrosh alternativë se si do duket diçka që thjesht ma bindet për qytetarët. Besoj se do e përforcojnë angazhimin opozitar, për shkak se thash Ballkani vlon. Ballkani vlon, s'ka lëmë tash në çështje tjetër. Zaten ato edhe mbajtën edhe një protest në Tetov lidhur me çështjen e emrave të Tetovës. Do në zemën që mund qëjtë edhe një veprim politik opozitar. Opozitar, po, pa qëtër. Mirë, po, unë të kësha thonë që kjo t'jetë një politik, të futet një, unë e kom përmend, pikrish këtë studiu, prandaj dhe përmendi dikur, që është një problem në vete emërtimi i rrugëve. Në gjysmën e Maqedonisë Perëndimore kemi rrugët me numra i kemi. Po të nxjerrim le të njoftimat, kreti kemi 101, 102 atë. Do të thonë, kjo duhet të jetë në rend dite si platformë zgjedhore e partive politike në zgjedhjet lokale. A ne e dim se definon politika qendrore edhe këtë punë, po realizimi bëhet bashkëpunim pushteti lokal me atë qendror. Pra ky problem nuk mund të zgjidhet parcialisht, po zgjidhje do të ketë edhe kjo. Atë protest e vlerësoj si një veprim opozitar, sa ka qenë suksesshëm, nuk kam pasur një fokus të veçantë aty, po mendoj se puna opozitës është vazhdimisht të kritikoj, por të kritikoj me argumente. Se kritika e zbrazët nuk e perfekt. Kështu temi drejt për drejt. Po thonë se po zhbëhet të arriturat e marrëveshjes Ohrit, Vleni, pafuqishëm në qeveri, a mbajnë këta kritika? Tash disa gjëra janë prek marrëveshjet e Ohrit, jemi të sinqertë. Me çka do zaventohen, nuk e di, është prek balanceri. Si të ligjin unë Ligji përfaqësim adekuat, tash është zgjidhje, nuk e di, që të kompenzoj ato. Se ka pas disa çështje që nuk ka shku deri në fund, ka pas. Edhe pikrisht, kjo është strategjia e Mickovskit, që i prekën pikrisht ato çështje të cilat nuk kanë shku deri në fund. Që mos ketë sulme edhe nga ndërkombëtarët, edhe ne, qoftë si zërat pavarur, shtu kritik, qoftë si qytetar, zakonshëm, qoftë Vlen që është qeveri, qoftë Fronti Evropian apo AKI si thirret opozit, ai thotë që nuk e keni përfunduar procesin. Keni pat. Kjo është një hapësirë që me shumë mjeshtri e shfrytëzojnë ato,
Edhe mendoj se në të ardhmen do kemi, nëse konsolidohet vleni tash, që janë një subjekt politik, me konsolidimin qeveri, edhe BDI-s do t'i duhet edhe gjithë opozitës shqiptare një veprim ma agil, ma i gjallë opozitar, se do luftohet ma tepër për ndikim në teren. Do vihet dita thash, unë për vete besoj se mund kemi zgjedhjet parakoshme, tash nuk e di sikur, po mund të na ndodhin, përsëri e potencoj nëse VMRO do pëmreja vlerësor se i bie rejtingut e poshtë. Atëherë do kje zgjedhje. Vetëm pak nëse mund të ndërlidhem të kjo çështja e këtyre BDI-s që tani do me thonë akuzat që i bën. Mendoj se BDI-ja, problemi të BDI-ja është se ajo parti është peng i së kaluarës së saj. Edhe tani gjithmonë kur BDI-ja derdh dhe flet për çështje etnike, përgjigjja e qytetarit shqiptar është po ju pse nuk e bëhet për 22 vite. Që do me thonë se BDI-ja ka pasur kohën e nevojshme dhe të mjaftueshme që të gjitha këto çështje të përmbyll, edhe të përmbyll me ligje dhe me kushtetutë që pastaj të mund që mos të zhbohen. Këtu është edhe çështja për shembull e balancuesit. Balancuesi ka filluar të zbatohet në vitin 2017. Dhe tani parashtrohet pyetja nga viti 2010 deri në 2017, a janë punësuar shqiptar? Janë punësuar. Që do me thonë se punësimi i shqiptarëve mund bëhet edhe pa balancuesi. Apo çështja e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Është sjellur në Kuvendin e Maqedonisë në vitin 2018. Dhe tani parashtrohet pyetja nga marrëveshja e orit është nënshkruar në vitin 2001. Tani si ka mundësi që ky ligj të jetë sjellur pas plot 17 vitesh. Do me thonë 17 vite të plota pas luftës, gjuha shqipe nuk pas ka qenë gjuhë zyrtare. Edhe pastaj tani balancuesin siç e dim e abrogoi gjykata kushtetuese. Dhe tani del BDI-ja dhe thotë se duhet në gjykatë kushtetuese vendime të sillen me badenter. Po mirë, pse nuk e kërkoi këtë BDI-ja? Të paktën as nuk e ka përmendur asnjëherë se në gjykatë kushtetuese duhet të votohet me badenter. Dhe tani kur e shohim se kur janë në opozit, tani i kërkojnë disa gjëra për të cilat kanë pasur kohë që t'i bëjnë, mirë po nuk i kanë realizuar. Edhe një çështje tjetër që është këtu, mendoj se nëse në zgjedhjet e radhës parlamentare që do të jenë, nëse çështjet etnike do të jenë në diskursin publik, në kuptim të asaj se kush ka bërë më tepër për shqiptarët, vleni apo BDI-ja, mendoj se fitues në këtë aspekt do të jetë vleni. Jo se BDI-ja nuk ka bërë asgjë, mirë po 22 vite, do me thonë janë një periudhë shumë e gjatë kohore për të bërë shumë punë të tjera të cilat këto nuk i kanë bërë. Pastaj ngelen edhe një çështje tjetër të cilën këto duhet t'ua tregojnë popullatës shqiptare. Nëse kemi zgjedhje, kur do të mbahen ato ose të rregullt ose parakoshme, nuk është mendoj se shumë me rëndësi, se bëhet fjalë për një vit. BDI-ja duhet t'u tregojë votuesve të vetë dhe simpatizantëve se a do të jemi VMRO në qeveri, me ka do të bëjë koalicion. Me LSDM nuk mund të bëjë. Fituesi me fituesi. Sepse LSDM-ja nuk mund të fitojë, ndërsa LSDM-n e kanë kështu si partner natyror edhe kapacitete, do të thonë koalicionuese, nga Pala Maqedonase nuk ka. E vetmja parti me të cilën mund të koalicionojnë është VMRO-ja, sepse ajo do të fitojë. Dhe tani, nëse kjo VMRO po e zhbon marrëveshjen e orit, atëherë si do të hinë këto në koalicion me VMRO? Edhe në këtë aspekt mendoj se duhet të kenë një qendrim. Një qendrim të tillë PPD-ja ka pasur në vitin 1998. Kur e ka parë se VMRO-ja po fiton te Pala Maqedonase, PPD-ja as që ka tentuar të hije në rrethanat kanë qenë ndryshe në vitet 90-ta se pas atëre në qeveri hynte, i themi në natë gjone, po të kujt i fitonte po bratimi. Natë gjone, nëse fitonte LSDM-ja hynte PPD-ja, nëse fitonte VMRO-ja hynte konceptualisht. Prandaj në këtë aspekt mendoj se duhet të ndërtojnë një qendrim. Le të thot prej tani se ne me VMRO-n nuk duam asnjëherë të koalicionojmë për shkak se ajo po e zhbon marrëveshjen e orit. Do të thonë duhet një qendrim të kenë të cilën duhet t'ua tregojnë votuesve të vet, jo se dikujt tjetër. Kur përmendet çështjet e drejtësisë, një shtënjë të nxehtë po i bien në hise tani Blenit me ministrin e drejtësisë, përmendet çështjen e provimit të jurisprudencës dhe shumë çështje hinë në një resor ku besimi në gjithësor është shumë në përqindje të ulët. Por ajo që edhe në eksponentët kryesor të Blenit e thonë edhe publikisht se bëhet fjalë jo një përfaqësues partijak, por një ekspert. A mund të ketë kjo ndikim pozitiv në gjitha këto zhvillime?
Po personi i cili tani propozohet Jeton Shasivari për ministër të drejtësisht, është e vërtet se nuk është person politik, ai me sa e mbaj mend unë nuk ka qenë ndonjëherë kështu. Ndoshta shumë më herët para 20 viteve, mirë po periudhën e fundit nuk ka qenë asnjë parti, është profesor universitar dhe është ekspert i çështjeve juridike, ka qenë antar në shumë grupe të punës në përgatitje të ligjeve, ka qenë edhe antar i grupit punës në këtë ligjin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat dhe mendoj se përgatitja e tij profesionale dhe njohuritë të cilat i ka në lumin e jurisprudencës, mendoj se do të jenë një ndihmës e madhe edhe për gjithë shtetin, po posaçërisht për shqiptarët. Mendimi im personal është se ai do t'i reket shumë seriozisht çështjes së provimit të jurisprudencës për shkak se disa nga krerët e studentëve të cilët ishin ato krerët e protestave janë pikërisht edhe studentë zotërit Shasivari dhe ndoshta ai e ka këtë edhe si barë kështu personale merr që të zotimit edhe të Blenit, por edhe të tij janë pikërisht provimi i jurisprudencës. Edhe bile disa premtime që i kanë dhënë ditëve të fundit ka qenë se kjo vetëm është çështje e krijer, se do të jepet e provim në gjuhën shqipe, mirë po ngelen ajo pjesa e praktikës, sepse aty ka dy provime që janë procedurave civile dhe penale, të cilat duhet të jepen në gjuhën maqedonase nga shkaku se procedurat në gjyq udhëheqen në gjuhën maqedonase, ndërsa pjesa teorike do të jepet në gjuhën shqipe. Të paktën kështu kanë deklaruar përfaqësuesit e Vlenit dhe vetë zotëri Shasivari. Pastaj duhet ta kemi parasysh se zotëri Shasivari ka qenë ai i cili vazhdimisht e ka mbrojtur këtë propozim ligjin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, ku ai ndoshta kështu edhe personalisht tash është ekspozuar dhe ka dhënë garancat sepse se është një ligj i cili do të garantojë punësimin e shqiptarëve. Mirë po unë personalisht mendoj se kyçja e zotërit Shasivari në kabinetin qeveritar është një dobi e madhe edhe për Vlenin. Tani temi të sinqert, Vleni ka qenë i atakuar kinse në radhët e saj nuk ka kështu shumë intelektual dhe profesor universitar dhe mendoj se me zotërin Shasivari ato e dëshmojnë se kanë edhe njerëz të tillë të përgatitur në radhët e tilla. Profesor, një ndër kritikat, akuzat që i bënte BDI-s në opozitë është për një rrezik paralajmëron nëse me kujdesin ndiqnin do deklarata publike ose edhe komunikata zyrtare që vinin nga integristët, ishte rreziku nga bota serbe. Sa realisht ekziston ky rrezik? Ekziston, po. Para 2 vitesh, Beograd është mbajt kuvendi gjithë sërb, aty kanë qenë edhe përfaqësues të sërbëve nga Maqedonia, ekziston realisht, edhe ai koncept është zaventësi për zgjidhje territoriale të viteve 90. Vetëm sa është më i heshtëm. Ju për momentin, Ballkanin e kemi perëndimor, kam fjalën, komplet të destabilizuar me përjashtim të Malizzi. Në çdo shtet tjetër kemi kriza. Nëse më lejohet për hir të kohës, në Bosnjë kemi krizë politike me implikim për ndryshime territoriale. Në Serbi kriza politike gati 20 muaj është atje, protesta 20 muaj i bojnë, me thënë, janë probleme të demokracisë. Në Kosovë edhim që një vjet e kusur gati 2 vjet paraqitet konstant problematika e krijimit të institucioneve. Këtu në Maqedoni kemi një diskrepancë mes asaj shumicës politike edhe përplasjes institucionale që nuk e parasheh, që nuk e sankcionon diçka të tillë se fituesi do të marrë detyrimisht pjesë në qeveri, edhe kjo krijoi një fërkim, një paqartësi, thash derisa u qartësu, edhe vetë fronti opozitar shqiptar e pranoi si realitet, po edhe populli e pasi ku kanë bërë proceset. Po ashtu edhe në Shqipëri tash kemi krizën më 3, ashtu që rreziku është. Të kthehem në përgjigje të Makozis, rreziku është real, veçanërisht që duket se Vučići nuk dorëzohet atje. Kishte paralajmëruar, më duket tërheqjen nga Dorëheqja aty është kështu. Me kushtetut ma nuk ka të drejtë të rizgjidhet president. A zgjidhet kryeministër? Do zgjidhet, do kaloj kryeministër edhe do i kaloj edhe një kohë. Unë besoj se gjitha energji që u derë në Beograd dhe Serbi, e studentëve, u relativizu deri diku, mandej të bëj një gabim të them kardinal politikisht, kur dolen me memorandumin për Kosovën. Edhe aty, nëse
dikush mendoj nga perëndimorët të afrohen, edhe të ndihmojnë, se ne jemi shtetet vogla, realisht, për demokratizim na duhet ndihmë nga jashtë. Institucione, OSBE, Këshilli i Evropës, Unioni Evropian, Parlamenti Evropian, demokracitë më të forta, më të fuqishme edhe ekonomikisht, edhe institucionalisht në Evropë, Gjermani, Francë e tjera, Itali, ato dolën me memorandumin për Kosovën, që u pa se nuk dallojnë nga Akademia Sërbe, nuk dallojnë nga pushteti, edhe tash që dikush në Evropë janë shumë praktik, edhe thonë, te duhet përkrahim dikënd, jo për ndryshime, po vetëm për zavendësime. Do të thonë, nocion tjetër ndryshimet në shoqëri ndodhin kur ndryshon sistemi. Po kur sistemi disa herë, i njëjti sistem, disa herë të tenton të bësh ndryshime, nuk vetëm të rezultojnë me zavendësime, edhe nuk ke ndryshim, atë ndryshon sistemi. Pra, është real rreziku, edhe punohet. Sa i ndihmon ngecja e eurointegrimeve këtij rreziku? Urdhani? Ngecja në eurointegrimet e Maqedonisë, sa i ndihmon këtij rrezikut nga bota sërbe? Po tash nuk kemi ne proces integruese. Ngecja, kemi të bllokuar. Ngecje, zyrtarisht thuhet për për ndryshimin e kushtetutës, mirë po, ka edhe punë tjera, e përmendi Kloriani edhe që pesën ministrin e ri e pret edhe reformat në drejtësi. Është sfidë shumë e rëndë që duhet bëhen. Ne fare nuk kemi lëviz në reforma në drejtësi. Ne jemi ato që një prokurori speciale e shujtëm formën tonë. U defunksionalizu edhe në fund u bë inexistent. Pra, kemi shumë problematika të cilat janë pengesë reale për integrimin e Maqedonisë. Unë do të kisha thonë se të ngecin proceset integruese në këtë kohë, jo stabilitetit përgjithshëm Ballkani Perëndimor, nuk dhe shumë falenderues, edhe nuk na garanton ndonjë komoditet. Kryeministri e ka bërë fare qartë. Nuk ka ndryshime kushtetuese, në fakt e ka përfuqjen e bullgarëve në kushtetut. Po, qartë, a është i qartë për ato edhe nuk zbrapse. Ka kushtëzime të tjera nga Sofja. Përgjigjet e Brukselit dhe Sofjes janë gati identike, së pari ndryshime. Po, se shkaku se përmbajtja e marrëveshjes protokollit Bullgari, Sofje, Shkup është bërë pjesë e agjendës integruese. Prandaj janë, do me thonë, shumë të ngjashëm qëndrimet e Bullgarisë me të Brukselit. Për këtë arsye se janë shndruar pjesë të agjendës negociuese. Edhe mendoj se sa i përket integrimeve, jemi në një pozicion, në pat pozicion pas gjithje. Do me thonë, Unioni Evropian nuk zbrapset, Bullgaria nuk zbrapset, as më tepër kur kemi në njërë tash që ka qëndrim shumë të fortë pro ati pozicioni, edhe Maqedonia nuk zbrapset. Do me thonë, kemi vërtet një pat pozicion, një pozicion shumë palakmush. Floriana, rrezikohet sipas jush Maqedonia nga jashtë quajtura bota sërbe, dhe si duhet veprojnë partitë politike këtu shqiptare në Maqedoni, karshi këtij rreziku ta quajmë? Po kështu që nga pavarësimi i Maqedonisë në vitin 1990, në Serbi kanë ekzistuar gjithmonë ato tendencat për ta shtrirë atë botën e tyre edhe në Maqedoni, ndërsa kulminacioni mendoj se arriti në kohën e Gruevskit. Ju kujtohet me siguri në vitin 2015-2016 kur dilnin në protesta për krahasit e Gruevskit, dilnin me flamuj të Serbisë dhe të Rusisë. Pastaj ka qenë edhe një moment tjetër kur kjo bota serbe i futi ronjët shumë thellë në Maqedoni në kohën e qeverisjes LSDM-BDI me në atë periudhën e Open Ballkanit. Sepse vetë Open Ballkani ka qenë një tentativë për krijimin e një unioni doganor në ndërmjet shteteve të Ballkanit Perëndimor, edhe nëse e analizojmë sikur të ketë një union doganor ku mallra do të lëvizin lishëm, kush përfiton në atë rast? Me siguri se fiton Serbia për shkak se ajo më shumë eksporton ekonomikisht. Dhe prandaj e them se kulminacioni është arritur në kohën e periudhës LSDM-BDI, edhe me siguri se ju kujtohet kur kryeministri Maqedonas i atëhershëm Kovacevski pothuajse çdo muaj shkonte në vizita zyrtare në Beograd. Edhe ka atje disa video që mund t'i shihni edhe në YouTube
ati ku këndon bashkë me Vučićin, ku janë edhe të dehur. Kanë qenë vizitat e shumta të Bujar Osmanit, po ashtu në Beograd, ka qenë vizita e Lavrovit këtu në Maqedoni, edhe mendoj se ato ekzistojnë edhe sot. Do me thonë tentativat e Serbia duket sikur ende nuk mund ta kuptojë se Maqedonia u bë e pavarur në vitin 1990. Nuk hezitojnë nga Beogradi ta quajnë Južna Serbia Jugore, Stara Serbia, Serbia e vjetër. Ato janë tendencat e Serbisë për atë krimin e Serbisë madhe dhe ato besoj se asnjëherë nuk do të heqin dorë nga tendencat e tjera. Mirë, po çka është diçka në këtë qeverisje që është tani, problematike është çështja e këtij ministrit serb, Ivo Stelkovići, i cili duket se sikur përpiqet të tregojë se Serbia është ende këtu. Ai ishte një ministër, edhe është momentalisht te kjo marrëdhënie midis komuniteteve, tash do të jetë në qeverisjen lokale dhe mendoj se figura e tij është një figurë e cila jep pak jetë të keqe kësaj qeverie dhe e cila po e aktualizon këtë çështjen e botës serbe. Megjithëse siç e thash, edhe në qeverisjen e kaluar kemi pasur. Ka qenë presidenti serb Vučić, ju kujtohet në përkishat e Ohrit, vinte për çdo muaj i vizitonte. A mund pësojnë komunat shqiptare nga një ministër siç është Stojković me mbarjen e resorit ministrit e pushtetit lokal? Unë nuk mendoj se Ministria për Veçeverisje Lokale ka kompetenca për të ushtruar ndonjë presion mbi komunat. Megjithëse të kalorën kemi pasur disa raste, tani më kujtohet një rast ishte kur komuna e Tetovës e shpalli qytetar nderi zotëri Ramush Haradinaj, pastaj ka qenë viti 2013, më duket se. Ishte inspektori për qeverisje lokale Shetanski, më duket se që është ai i cili abrogoi atë vendimin e shpalljes Këshillit Komunal Tetovës. Do me thonë ka atë një inspektoriat, mirë po nuk mendoj se nuk besoj se ki Stelkovići do shkojë aq larg sa të filloj të ushtrojë ndonjë presion. Mirë po edhe mendoj se nuk ka fuqi politike aty brenda qeverisë. Ka qenë fillimisht filloi që ti përjashtoi disa shqiptar, do me thonë nga zira, prandaj mendoj se mirë bori vleni që e mori këtë ministrinë e cila llogaritet si një trashëguese e sekretariatit për implementimin e marrëveshjes sorit. Fuqia e Stelkovićit mendoj se është e dobat, mirë po vetë prezenca e tij në kabinetin qeveritar duket sikur ja prish hijen kësaj qeverie. Të kthehemi një temë tjetër, profesor, kodi zgjedhor. Kodi zgjedhor është bllokuar te pjesa e votimit të diasporës në mënyrë elektronike. Çfarë mendoni ju këtu për përpjekjet e opozitës maqedonase se kinse me votimin e diasporës përfiton partia në pushtet Vamorol të PPN e gjithë tjerë. Dhe për shqiptarët, si mund të jetë ky votimi i diasporës? Këtu do të ketë ky kod është votuar në vitin 2002. Edhe zgjedhjet e para me këtë kod janë mbajtur me 15 shtator të vitit 2002. Për atëherë e deri sot, në atë kod zgjedhor është intervenu 33 herë. Që do të thotë paqartësi sa dush. Që do të thotë zgjidhje që nuk i kanë rezistu kohës sa dush. Çështja se tash ndryshimet do bëhen për votimin elektronik të diasporës është prek një çështje shumë sensitive, megjithatë unë do e quaja se është improvizim për ndryshimet në kodin zgjedhor. Pse? Pse nuk u çelën edhe modeli i listave? Pse nuk u çelën çështja e njësive zgjedhore? Pse nuk u çelën edhe çështja e listave të votuesve? Që vetëm një Zot e di çka ka brenda, prej ku nuk është e pastruar. Pse nuk u çelë edhe lista e modeli i revokimit të deputetëve, mundësia, pra se fare s'ka mundësi të revokosh deputet. Nëse seriozisht dëshirojmë të ndërtojmë demokraci, demokracia është shumë dinamike, shumë e vështirë, shumë e rëndë, mirë po garanton stabilitet në shoqëri, garanton kohezion. Unë pikërisht një kohë pata punu me një shkrim, kështu ulëmtues, përfaqësimi, tendencat e qytetarëve edhe mekanizmat e realizimit të iniciativave ligjvënëse të qytetarëve. Pra të asaj kategorie që nuk votojnë, abstenojnë, mirë po të kenë mundësi të jenë të përfaqësuar. Pse është e rëndësishme të gjithë jenë të përfaqësuar? Për shkak se garantojnë stabilitet të shoqërisë dhe të sistemit. Këtu është esenca që
ai parimi I shenjtë I demokracisë I shumicës. Garanton stabilitet. E tash kjo që thoni ju që u përmend gjë që edhe kjo u mbyll. Pra me 13.500 amandamente, 10.000 nga LSDM-ja, 3.500 nga Levica. Nga Levica, edhe kjo u mbyll, besoj se Përse insiston VMRO-ja aq shumë në votimin e diasporës? po shiqoni, zakonisht partitë që I harxojnë më, të me thonë, municionin patriotik, tentojnë të marrën nga jashtë. Diaspora zakonisht është e shkuar, është një kategori e njerëzve që nuk jetojnë këtu, ma pak e njohin realitetin edhe zakonisht pushteti, ai që nga pozitat e pushtetit del në zgjedhje, ka mekanizma ndikimi më të mëdhej. Më të mëdha se sa ato që në opozit. Edhe ka vlerësuar se mund t'i shkojnë interes. Spaku ta kompenzoj ato që mund të humbë këtu edhe ta kompenzojnë nga jashtë. Une e mendoj si kalkulim partiakte që nuk kaloj, që fatkeqësisht ne ende shkojmë me kodin zgjedhor të vitit 2002, me intervenime të pjesërishme, që edhe ato janë bo jo adekuate. Por si shteta, jemi të përgatitur ne edhe institucionalisht, por edhe teknikisht për një operacion? Ajo është qëto çështje. Edhe vrejtja e partive opozitare që deri diku qëndron, mund të cënohet legitimiteti I votës. Ne nuk kemi evidencë sa kemi diasporë tash. Është çështje që unë nuk mund të flas se nuk jam I thirrur për të folur për atë në aspektin profesional, është çështja e garancive teknike, sa do jenë kredibile ato votime. Edhe ato vota mund të shkaktojnë kontestet serioze gjatë zgjedhjeve. Nëse diçka ka më të mirë Maqedonia në rajon, e ka 200 e qeverisë teknike që 100 ditë para se të mbahen zgjedhjet, formohet qeveri teknike. Po edhe kjo duhet nga zgjedhjet. Është një mekanizëm shumë stabilizues, sinqerisht. Edhe pikërisht një kohë I pengonte VMRO-s dënte ta heqë. Kjo është si produkti I marrëveshjes Përzhinus. Po. Që unë e vlerësoj si jashtëzakonisht pozitive, bile kom dëgjuar edhe vendet fqinje, shtetet fqinje e përmendin si praktik pozitive, si model që duhet merret për mos u kontestu zgjedhje mandej 4 vjet të ardhshme. Pra, mendoj se njëherë ne nuk kemi kapacitet për të organizuar zgjedhje elektronike, për atë diaspora është madhe sa kemi ne. Ishin do statistika 35% të popullatës e kemi jashtë. Ato e trup votues. A kemi mundësi ne që të mundësojmë atyre të votojnë edhe procesin të marrëm si kredibil, si të besueshëm, si legjitim, që nuk është cënu. Mendoj se nuk jemi të përgatitur. As si shtet, as si shoqëri, as institucionalisht. Kjo është. Si ishe këto përplasje, Florian, për kodin e zgjedhor? Zakonisht spikasin LSDM, Levica me mira amendamente, karshi VMRO të PMNES. Po, tani, kur jemi të kodit zgjedhor, duhet ta kemi parasysh se në takimin e liderëve që mbajt para disa muajsh, aty liderët e gjitha partive u morën vesh për diçka tjetër. Aty u morën vesh se Maqedonin do ta transformojnë në një njësi zgjedhore, plus kësaj do të shqyrtojnë edhe çështjen e listave të hapura. Ndërsa në këtë grupin e punës që I ka përgatitur propozimet për kodin e ri zgjedhor, këto çështje nuk janë prekur fare, as një njësi zgjedhore, as lista të hapura. E vetmja që është të prekur është kjo çështja e financimit shtetëror të partive politike edhe kjo votimi I diasporës. Dhe tani mendoj se vetë këto liderët do dalin dhe të tregojnë se pse tani reterojnë nga ajo që u morën vesh në janar. Për LSDM dhe Levicën besoj se është e natyrshme, se ato janë opozitë dhe normalisht se dyshojnë, kanë dyshimet e tyre. Opozita shqiptare fatkeqësisht po I pranon edhe këto të gjitha propozimet që vinë nga VMRO, sepse edhe kjo votimi I diasporës është propozimi I VMRO-s. Nuk është I këtij e partive tjera, këto partit tona e kanë përkrahurat. Mirpo unë mendoj se derisa ka ardhur si propozimi I VMRO-s, do ta kemi parasysh se VMRO I ka bërë kalkulimet e veta. Dhe aty e ka pa jo se fiton diçka. Ndërsa këto parti tjera duhet mendohen ato. Edhe ne kemi një diasporë të fuqishme. Mund ndoshta edhe ne kemi, mirë po prandaj unë them se sikur
t'ju konvenon të shqiptarve, besoj se vëmëroja do ta propozate. Tash do t'jemi sinqert, t'i themi disa gjëra. 2 herë kemi pas, mëse mundi ndërhyrë plotësim të kësaj, 2 herë kemi pas ka 3 deputet nga diaspora, asnjëri nuk ka qenë shqiptar. Asnjëri, po. Para mendo, gjitha diaspora, gjitha smargat që kemi ne shqiptarët në Evropë, nuk përdojnë një deputet. Po, këtu ka qenë çështja se nuk kanë shkuar të votojnë për shkak se është votuar në ato përfaqësi diplomatike dhe nuk kanë votuar, domethënë, ndërsa tani do të kenë mundësinë të votojnë. Mirë, po prapë dyshimet e mia janë se përderisa vjen si propozim nga vëmëroja, duhet ta kemi parasysh se ato hesapet e veta i kanë bërë dhe i shohin dikund ato dobit e tjera. Mirë, po këtu ka ta shtoj edhe kjo qëndron këto dyshimet e LSDM-s ku thotë se mund të ketë malverzime. Për shkak se një qytetar që voton në Maqedoni, ne që votojmë këtu, dihet se nëpër çfarë filtrash duhet të kalojmë, një herë bëhet identifikimi, dorëzohet dokumenti personal, gjurmët e gishtrimeve vendohen, ata privilegjuar ata. Nënshkrimi pastaj është, ndërsa ato, domethënë vetëm do online ato do të votojnë dhe këtu ekzistojnë domethënë ka hapësirë edhe për manipulime të ndryshme. Megjithëse kjo aq sa domethënë e dëgjova do të fillojë të aplikohet për zgjedhjeve të ardhshme presidenciale, jo në ato parlamentare. Këtu çilet një problem tjetër. Votuesit i bien pozitë pa barabartë. Do ngrihet dikush, do e çojë ligjin që ka të kushtetuese dhe mund të bjerë. Levica bile zatën vetëm se duket se kishte dërguar. Po, mund të bjerë si normë, si ned mund të bjerë për shkak se votuesit i bien pozitë pa barabartë. Kjo është. Dhe mendoj se nuk është e zgjidhje, duhet merre zgjidhje tjetër. Nuk mund të marrë zgjidhje që ka në një shtet evropian, që mund të ketë diasporën 2-3%, edhe ne që kemi afër 1/3 e popullatës, 35% jashtë. Pra zgjidhjet nuk mund të marrë. Në këto kontekst të kodit zgjedhor dhe votimi i diasporës, 2 herë kryeministri jep deklarata publike, duhet ta qetësoj opozitën, nuk do të kandidoj për zgjedhje presidenciale, pasi ta përfundoj mandatin si kryeministër, kthehem në fakultet. Është pjesë atyre kalkulimeve politike, se thjesht nuk shohim një pasardhës të Mickovskit në krye të vëmërë. Në fakt, jemi mësuar të dëgjojmë disa herë kryeministri Mickovskit thotë diçka, pastaj pas 2 ditësh dalet të demantojë. Vetën e ka bërë këtë disa herë. Mendoj se kur thotë se do të kthehet në fakultet, ai nuk flet për ndonjë periudhë shumë të shkurtër. Ai flet për ndonjë afat. Pasi për ta përfundoj mandatin si kryeminist. Do të thonë, mirë, po nuk e ka fjalën veç për këtë mandatin e tanishëm, e ka fjalën se ndonjëherë kur nuk do të jetë kryeminist. Ajo që është, domethënë, diskutabile është çështja e statutit të VMRO-s, ku nga viti 2029 nuk do të ketë të drejtë të kandidohet përsëri për kryetar shteti. Ndërsa zgjedhjet e radhës, nëse janë të rregullta, janë në vitin 2028. Dhe do të fitojë VMRO në 2028 dhe do zgjidhet kryeministër Mickovski. Dhe tani në 2029 nëse VMRO zgjedh një kryetar të ri, edhe kryetari i ri i VMRO-s që do të jetë i zgjedhur, me siguri do të ketë ambicet e tija që ai të jetë kryeministër. Dhe këtu tani bëhen disa kalkulime se ndoshta vitin 2029 Mickovski do ta lëshojë postin e kryeministit për të kandiduar për kryetar të shtetit, ose nëse nuk kandidon për kryetar shteti, atëherë do të kemi një situatë, domethënë, shumë interesante të VMRO-ja, ku kryetar partie do të jetë dikush tjetër, ndërsa kryeministër do të jetë dikush tjetër. Ka e shep sipas mendimit tanë Florian. Po momentalisht pasardhës të Mickovskit, spikasin emrat e Nikolovskit dhe Mutsunskit, ajo që bie në. Mendoj se më shumë brenda VMRO-s është momentalisht është sekretar general është Kovacki. Ai më shumë shifet si pasardhës i Mickovskit në vitin 2029, nëse ngelet ky statut i VMRO-s, se do të thonë Kovacki shihet edhe si një person i cili është më i afër me Mickovskin dhe aty megjithse momentalisht është i pakontestuar. Mickovski për shkak se e ka kthyer VMRO në qeveri në vitin 2024, në vitin 2025 i ka fituar edhe zgjedhjet lokale dhe ai brenda partisë nuk ka asnjë farë konkurrencë. Nuk ka edhe konkurrencë, po. Edhe te partia vete nuk ka konkurrencë, te ndonjë personalitet, ndonjë protagonist, po edhe përgjithësi në kampin Maqedonas te partitë tjera nuk. Profesor, si shihni ju këto deklaratat të kryeministit Mickovski për të kthyer fakultetit pas zgjedhimit të mandatit? Janë pjesë të asaj që e quajmë kalkulime politike, përgatitje të elektoratit, nësitje të elektoratit.
si deklarata për nevoja politike, të momentit, ditore, afat mesme kështu me radhë, ashtu që askush nuk mund të garantoj sa i do të përmbahet atyre deklaratave. Ne kemi një dukuri çuditshme në Ballkan, veçanërisht mbas viteve 95 e këndej, ku çdo lider partijak për udhëheqjes kandidat vetëm. Të ralla janë rastet kur kemi pas 2 a 3. Edhe ai dyti që brenda partijake, brenda partijake, po, në kongreset partijake. Të ralla janë rastet kur ka pas 2 kandidat, edhe ai dyti mandej ka shkuar për asaj partije. Kjo është kulturë politike në gjithë Ballkan. Thunë u zgjodh kryetar. Gjërës u verifiku, vetëm u verifiku se është kryetar. Nuk ka zgjidhje me një kandidat. Normal se do zgjidhet. Cili është opsioni që të bojkotohet edhe mos zgjidhet. Mirë po, duke di se ashtu nëpër parti nuk ka, zakonisht partitë janë ato që ne kemi partitë të tipit ku lideri është gjithçka, edhe njerëzit janë aty për bo aktivitete, për një privilegj të vogël, shumë pak ka mbet kauza të mëdhaja brenda partive, ashtu që mendoj se janë deklarata për nevoja politike, për konsum politik, edhe sa do t'i përmbahet, unë nuk jam shumë optimist. Jemi ka fundi emisionit, dështa të përmbylli edhe me një çështje tjetër, na pret një verë nxehtë politike që do t'i parapri një vjeshtë të nxehtë politike. Pritjet që janë të mëdha tani, sidomos nga partneri shqiptar në qeveri vlen. Si shihni ju këtë verë dhe këtë vjeshtë të nxehtë politike dhe tash pritjet që janë rritur, si të pritni të përballet vlen me gjithë këta presione dhe me gjithë këto pritje që presin nga qytetari rëndom shqiptar? Mendoj se vleni me rikonstruimin e qeverisë do të ketë kapacitete më të forta brenda kabinetit qeveritar dhe duhet të tregohet pak më rezistencë ndaj palës maqedonase, ndërsa nga ana tjetër edhe zotëri Mickovski duhet ta kemi parasysh se megjithse ka rejtingun shumë të lartë, domethënë partijak, ai përballet me një presion të madh nga shtetet evropiane për fillimin e bisedimeve me Unionin Evropian, ndërsa ai e shohim se nga deklaratat e tij sikur nuk dëshiron të lëshojë pe, mirë po mendoj se më shumë e nxehtë, domethënë vera dhe vjeshta do të jenë për Mickovskin, i cili duhet të gjejë një zgjidhje, domethënë kësaj pune. Në summitin e Tivatit që u mbajt, mori disa garanca nga kancelari gjerman dhe nga presidenti francez se ndoshta do të kemi një metodologji të re për integrimin në Unionin Evropian, një non-paper aty që u zbulua, ku domethënë integrimi të bëhet faza në faza. Fillimisht të integrohet Maqedonia në tregun e përbashkët, pastaj të integrohet pa të drejtë të votës, pa të drejtë të vetos, pastaj domethënë derisa të bëhet ai integrimi i plot brenda Unionit Evropian. Mirëpo mendoj se Maqedonia nuk ka kohë që t'i pret që brenda Unionit Evropian të bëhen këto reforma dhe që të votojnë në një metodologji. Momentum edhe vleni. Po, vleni tash fatkeqësisht si BD-ja më përpara, si vleni tani, besoj se te kjo çështje e fuqes bullgarëve në kushtetut nuk ka shumë pesh edhe fuqi fjala e tyre. Historikisht ne kemi patur ndjeshmëri pak me këtë problemin i kujtoj edhe deklaratat e më politikanëve më hershme, po edhe këto nuk do të pajtojnë me asnjë emër që të cënon, për shembull ishte kohën e kontestit me Greqinë, që të cënon identitetin e bashkëqytetarëve tanë maqedonanë. Ashtu është. Bile mendoj se edhe tash i kanë njëjta qëndrime. Edhe opozita që është tash nëse i pyesim, ato thonë se në çështjet identitare, domethënë maqedonasve ne nuk do të përzihemi. Edhe ka thonë lideri i BD-s këtë edhe më herët, po edhe këto të vlenit tani e thonë të njëjtën, për shkak se siç e dim, domethënë kontesti i Maqedonisë me Bullgarinë nuk është një kontest shumë i thjeshtë. Mirë po është edhe kontest identitar, sepse qemit real Bullgaria u konteston këtë me identitetin nacional, edhe këto ndoshta nuk janë në një pozitë shumë të lehtë, se vetëm t'i futish bullgarët në kushtetutë edhe të kryhet puna, mendoj se ndoshta edhe moti do ishte bërë. Prandaj mendoj se fjala e shqiptarëve, domethënë, këto raste nuk ka shumë pesh, tani të bëhet ndonjë presion ndaj partnerit Maqedonas se ose do t'i bësh këto ndryshimet ose ne dalim nga qeveria, mendoj se nuk funksionojnë ato. Nuk funksionon politika ashtu, sepse
deshëm apo s'deshëm ndonjë parti shqiptare duhet jetë në qeveri dhe nuk ka kjo mënyrë për ta shikonin qofse Unioni Evropian nuk arrin ta kurrëzojë Maqedoninë, ne ende më pak, domethënë. Megjithatë duhet vlen së paku duhet të tregojë rezultate në drejtësi, te kultura, te ekonomia dhe resortet. Është posaçërisht kjo çështje. Pritet tani janë rritur. Jo, ndoshta edhe te fuqja bullgarëve, ndoshta duhet aty të bëhet ndonjë presion, mirë po e kam fjalën se qëndrimi i maqedonasve është që në ato çështje që janë identitare, ndërsa këto pretendojnë se janë identitare dhe pse lëse më thotë se nuk kontestohet identiteti jonë nacional. Tani se di ndoshta duhet krijohet ndonjë front brenda shqiptar. Bashkojnë të gjithë partitë shqiptare dhe dalin me një qendrim sa i përket kësaj çështje së integrimeve. Ajo ndoshta do të kishte qenë ndonjë moment i ri politik. Mendoj se kjo do të jetë vera e nxehtë për Mickovskin për Vamaron, sesa më shumë do të jetë nxehtë edhe vjeshta edhe vera. Po, për ato mendoj, për Mickovskin për shkak se është e vërtetë se ai përballet, domethënë me presion nga shtetet e huaja, për ndryshe Maqedonia mund edhe të izolohet, edhe ajo do të jetë shumë keq për të ardhmen e gjithë shtetit. Ndërsa nëse kemi parasysh edhe luftat e shohim tani vetëm dalin luftra Rusia në Ukrainën, tani kjo tjetra edhe nuk i dihet kur mund të fillohet edhe një luftë e tretë botërore. Dhe nëse Maqedoni një luftë e tillë botërore e gjen jashtë Unionit Evropian, atëherë mund të shtrohen edhe çështjet ekzistenciale, domethënë të këtij shteti. Satisfaksioni i madh është që vendi është antar i NATO. Gjithsesi se Maqedoninë e shpëton, domethënë nga gjithë këto pretendime territoriale të shteteve, nëse themi se Serbia ka pretendime territoriale, edhe Bullgaria nëse ka, atë shpëtimi vetëm është integrimi në Unionin Evropian. Profesor, si shihni ju këto verë dhe këto vjeshtë në gjuhën e gazetarëve thuhet verë nxehtë, vjeshtë nxehtë politike, si ka për të qenë veprimi i Vlenit me rekonstruimin e qeverisë, tash pritjet e qytetarëve tani do qenë edhe më të mëdha, pasi Vlen mori edhe resore të rëndësishme të themi në qeverinë Mickovski. Rekonstruimet qeveritare janë zakonisht kanë aspektin qeverisës. Pak a shumë mund të ngrenë cilësinë e qeverisjes, mund të favorizohen pak qytetarët shqiptarë ku janë planën bazdore dhe kjo detyra e ministrisë. Mirë po, mendoj se ajo që është më strategjike, Vleni e ka apo dohet ta ketë ndryshimin e kushtetutës. Edhe besoni, sado që të mos t'i vijë mirë Mickovskit, kjo punë ka përfunduar. Protokolli me Bullgarinë atë nuk i kthehen pra. Ato i thonë tash, është çështje e jotja, do integrohesh apo nuk integrohesh. Topi është në oborin tuaj, shpesh urdhoni. Tash, nëse ti nuk ke presion brenda as prej maqedonasve, as prej shqiptarëve për të integruar, mos u integro. Ne të marrën çantat, ne të shkojnë në Evropë, kështu, le ta zgjidhë integrimin, them thoj za gjithkush ashtu siç mendon. Ndërsa pjesa tjetër që mund të ndryshojë metodologjia e antarësimit në Unionin Evropian, tash Franca zakonisht është ajo që ka qenë kundërshtare më e madhe, ta themi troç, e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Unionin Evropian. Për arsye të interesave gjeopolitike, pasi ka partner jashtëzakonisht të rëndësishëm, Greqinë dhe Serbinë. Ne nuk kemi pas pjesa tjetër përveç Serbisë, 5 shtete të tjera, ndonjë avokat aq të fuqishëm në Unionin Evropian për të na stimulu edhe për të na qelë rrugën për të antarësuar. Gjermania mund të themi. Gjermania deri diku mirë, por nuk i ka pas interes prioritar. Aty ku e kishte interes prioritar, e kryu punën Sloveni, Kroaci, edhe Evropa qendrore. Kjo pjesë sikur ju la kohës. Kemi një Francë, mos e ndrojmë temën, po do ta them, që ka miqësi 200 vjeçare me Serbinë, e cila vetëm i merr privilegjet nga Unioni Evropian, ndërsa aleancat i lidhen me Kinën edhe me Rusinë. Ka një kontradikt bukur të madhe këtu, një paqartësi. Edhe sa herë që vjen puna ta përvetsojmë një metodologji, Franca del me propozitë tjetër. Mendoj se duhet forcohet roli i Gjermanisë më tepër në Unionin Evropian, në mënyrë që ne të mund të antarësohemi. Se përndryshe, edhe gjatë kohë do ngelin këtu, për në moment, shumë mire po të cud, në moment kur
në këtë jo stabilitet të përgjithshëm botëror, ku deri tani aktuale apo latente janë 56 konflikte në botë. Paramendoni, nuk e dim çka mund ndodhet edhe me Ballkanin, ku në paqartësinë edhe në vetë SBA-ja se çka do bëjë me Ballkanin, Maqedoninë ta gjejnë jashtë Unionit Evropian, Kosovën, Shqipërinë edhe këto shtete që pa edhe Bosnjë Hercegovinën. Se Serbia nuk besoj se do futet në Unionin Evropian, sinqerisht. Nuk besoj, për shkak se mbasi ndryshon punët me ardhjen e Donald Trumpit matan Atlantikut, do ndryshoj edhe Evropa. Po jo në kuptimin Unioni Evropian, kam fjalën, jo në kuptimin që të zhbohet, që të dobësohet, po në kuptim që të marrë identitet. Bile edhe komponentën e mbrojtjes. Tash folet për 2 krah të NATO-s, deri tash foli krahu verior dhe jug lindor, tash folet krahu perëndimor dhe lindor, që nën kupton Evropën edhe SBA-t. Pra, këto determinanta gjeopolitike kanë ndryshuar. Prandaj duhet të ndryshojë edhe qasja e Unionit Evropian për pranimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në antarësi, për shkak se është problem, nuk është problem i standardeve, është problem gjeopolitik. Paramendoni, unë jem dakord, edhe me miq kur e diskutojmë se a e kanë merituar Bullgaria dhe Rumania të jenë antare. Ndoshta edhe nuk e kanë merituar. Po paramendoni tash sikur mos ishin antare të Unionit Evropian. Me luftën të dera. Kemi edhe çështjen tjetër, që tash nuk e di çka do sjellë, a do realizohet ajo, bashkimin e Moldavisë me Rumaninë. Ka i proces të gjatë normal, mirë po, është çështja me cilat territore do futet Moldavia në bashkësi shtetërore me Rumani. A do t'i lënë atje ato territoret? Pridnjestrovje, Pikërisht që i kontrollon Rusia. Janë shumë çështje këtu, prandaj them, është mirë që Ballkani të konsolidohet për të ardhmen e fëmijëve tanë, për shkak se çka do të thotë kjo? Kosova të futet në NATO, edhe gjithë bashkë në Unionin Evropian. Vetëm atëherë mund të prosperojnë. Se përndryshe Ballkani është i ndarë. Ballkani Perëndimor, Serbia nuk futet në Unionin Evropian. Do futet vetëm nëse i sugjeron Rusia si kali i Trojës me të drejtë vote brenda, siç është Hungaria e Viktor Orbani. Ta rëmbullaksojmë, profesor, duhet ta bëjë vleni më shumë presion qeverisë? Mendoj se duhet, edhe me atë ajo do ta faktorizojë vlenin, nëse arrin të imponojë agjendën e vetë për ndryshimin e kushtetutës, do ta faktorizojë edhe si faktor politik në shtet, edhe në terren me votues me përkrahas. Unë ju falenderoj shumë. Faleminderit për ftesën. Për gjithë këto analiza, mendime, shtruam disa çështje mjaft të rëndësishme, edhe njëherë ju falenderoj që ndatë kohë të jeni pjesë e këtij emisioni. Ju ishim sonte me profesorin universitar Qanin Ujon dhe analistin politik Florian Nesimi. Edhe njëherë, profesor, faleminderit që ishit pjesë e këtij emisioni. Faleminderit për mundësinë. Florian, faleminderit. Faleminderit edhe juve për ftesën. Kjo është pjesë. Do shohim a është vera e nxehtë, bjeshta e nxehtë, ne sërish do të ulemi pikërisht në këtë vend për të analizuar sërish të gjitha çështjet. Ajo që do të them është se njerëzit nuk duhet lodhen nga proceset politike, se demokracia kërkon shumë energji. Nëse ja bezdis dikujt demokracia, le ta provojë diktaturën. Ka edhe diçka që ne gazetarët shpesh neve na mungojnë zërat e analistëve politikë. Janë bo, në popull thuhet si parja e kuqe kërkohen. Është një fenomen, më përpara ishim në sistem në brenga tamla për ta kishim shumë. Kohën e fundit disi edhe analistët politikë, ndoshta për shkak të politizimit, ndoshta por nuk gjej. Zërat kritik është vështirë ti gjesh, por ja, falë që kemi edhe të rinj, edhe profesor universitar, unë besoj se sërish do të takohemi dhe sërish do të shëllojmë tema që janë me interes publik dhe gjithë mirë. Edhe njerë, faleminderit. Faleminderit për ftesën edhe njerë. Pra, teleshikues të nderuar, ndoqet edhe një edicion të emisionit On Time, deri emisionin e radhës.